Andaj thuhet përpara kur i kanë vendosur kryetarët burg shtet, ju kanë thonë, na para se më të vendosë karike, këna vendosë të zemra jonë. E zemra me automatizëm e ka detyruar më typ, ka thonë, te karika dhe posti. Që kjo kur t'ja blej zemrat njerëzve, kur t'ju futesh zemër, të ebë senin më të shtret, jo postin. Por kur nuk dojnë njerëzit me zemër, sa do që t'ka një t'yja tjena për poste, ata me sy ndoshta dojnë, me zemër të mallkojnë. Kështu e ka thonë disa djetartë, sikurse Bodher El Ghafari, thotë ndodh që disa njerëzi ju kesh me fytyrë, zemrat tonë i mallkojnë. Para çfarë mallkimi dhe edhe i bojnë lanet. Kështu është gjendja e mjerueshme, gjendja e sotit. Andaj dërguar Allahut, këtë synimin finale ka pas këtu. Sot na me çka krenohemi sot? Me punën, veprën, sakrificën e të parëve tonë. Xhami që i shohmi, to xhamit kush i kanë drejt? Para 5-600 viteve. I thjeshtu kanë, s'ka qenë doktor, as master, as diplomat, insan nuk kanë, iman ka pas, nuk ka bo hile, i drejt korekt, nuk i s'ka do në fati 1 vjet, 2 vjet, jo 1 mandat 4 vjet, jo 2 mandat 600 vjet, sot e kësa dite, ne falmi, adhurojmë, ibadete, lloj projekte realizojmë, i shkojnë në shpinë të atina, pa në paksuar fare neve. O vëllezër, kjo është, ata kanë drejt xhamia, ama kush o mrena në xhami sot? Ai ka ndërtu, ne duhet me ndryshu edhe me bërë reforma, se për ndryshe, atëre do t'jete rënë për neve, Zoti dhe ka marrë atë kaje dhe atë busull.